In America, we don't lecture so much. We have a preference in our culture to engage with the people and to hear their questions and respond to their questions. Në Amerikë në përgjithësisht nuk nëse na pëlqen që të bëjmë predikime. Na pëlqen që ta trajtojmë temën më shumë në formë bashkëbisedimi, ku ju bëni pyetje dhe ne japim përgjigje. So, although I'm happy to speak to you about some things today, edhe pse jam shumë i lumtur në fakt që mund të flas për disa gjëra me ju sot, I value more hearing from you are interested in. Por kam më shumë interes të dëgjoj se çfarë duam ne të dimë. Because in this way I can also learn from you. Si në këtë mënyrë dhe hirësia mund të mësoj nga ne. Father Grigori asked me to speak a little bit about the spiritual life today, Papu Grigori ka kërkuar që të flasi pak sot për jetën shpirtërore, which is a very big topic. Cila është një temë shumë e gjerë. And now we have had this beautiful, instructive video that, to be honest, for me is the answer of prayer. Dhe sot patëm dhe fatin që të shohim këtë video, këtë dokumentarin, që për mua, thot hirësia, është përgjigja e lutjes. For so many years when I have visited Albania, I have made my host sometimes a little bit uncomfortable. Për gjithë këto vite ku un kam ardhur këtu në Shqipëri dhe kam vizituar, I kam bërë pak persona të cilët më kam mirëpritur pak në siklet, I kam vendosur pak në siklet. In America, we have the neighbors who are Russian and Romanian and Serbian and Bulgarian and everyone in America. Në Amerikë ne kemi komshin tanë që janë rus, janë rumun, janë të përkatësive dhe kombeve të ndryshme. And already we see the icons of their new saints. Dhe shohim ikonat e shenjtorëve të ty të ri. One of the reasons I come to Albania for many years is because this place also is a holy land. Një ndër arsyet pse un kam ardhur kaq shpesh në Shqipëri është sepse edhe Shqipëria është një vend I shenjtë. Yes, from the ancient times with Saint Paul, Asti, Eleftherios and others. Që në kohën e lashta, domethënë me Shën Pavlin dhe shenjtorët e tjerë. Yes, during the time of the Ottoman occupation. Edhe përgjatë regjimit dhe pushtimit otoman. But also in our own time. Por edhe në kohët e sotme. And I have said for many years, we are losing the opportunity to hear the voices of those who speak not just with pain, but with the vision of resurrection and victory that we need. Dhe kam thënë për shumë vite se jemi duke humbur mundësinë për të dëgjuar zërat e atyre personave që flasin nga dhimbja, por edhe nga shpresa e ringjalljes. So I'm very, very grateful now to see this work being done, and most especially to see that you, the young people, are so involved in this. Ndaj jam kaq I lumtur dhe falënderues për këtë punë që po bëhet dhe mbi të gjitha edhe për faktin që ne rinia jemi kaq të përfshirë në këtë punë. But when we speak of the spiritual life, we need also to speak of other things than just the great martyrs. Po kur flasim për jetën shpirtërore, është e rëndësishme që mos të flasim vetëm për martirët e mërdhenj. In our age, there is a different sort of martyrdom. Në kohët e sotme, në kohët moderne, ka një formë tjetër martirizimi. In our age, there is a different sort of sanctity that is needed. Në kohët e sotme, kemi nevojë për një lloj shenjtërie ndryshe nga ajo që ne njohim. And it is easy for us to be discouraged when we read the lives of the saints or see the lives of the martyrs. How can we be like them? Dhe në fakt mund të jetë shumë dekurajuese kur lexojmë jetët e shenjtorëve, të martirëve, se si mund të jemi ne si ata. Even me, my challenges in comparison are so small. Edhe unë të tjërësia, të më thënë problemet e mia dhe sfidat e mia në krahasim me të tyret janë shumë të vogla. Always it is tempting to see God's activity and his work in the lives of other people. Është gjithmonë shumë të nduese që të krahasojmë veten dhe të shohim se punën që po bën Zoti në jetët e të tjerëve. And to fail to see God's life and work in our own lives. Dhe harrojmë që të shohim se sa ka punuar dhe po punon Zoti në jetët e gjithë secilit për ne. So today I will speak just briefly about our own small way of sanctity. Ndaj sot unë vendosa që të flas pak për këtë shenjtërinë tonën, këtë të përditshme. And I will tell you with truth the challenge I have to accept this myself. Dhe do ju them me sinqeritet problemin dhe sfidën që kam unë për ta pranuar këtë dhe vet. I believe, or I struggle to believe, that we have inside of us good things from God that he wants us to do. Unë besoj, në fakt kam pak problem që të besoj, edhe tek pjesa e gjërave të mira që Zoti do që ne të bëjmë. I think to be a worker, to be a father, to be a mother,
These are normal things. Ne mendojmë që t'jesh një punëtor, t'jesh një baba, t'jesh një nën, janë gjëra normale. How can they be holy things? Si mund të jenë këto gjëra shenjtëruese? But God puts into our lives the things that are necessary for our salvation. Por duhet të kujtojmë që Zoti vendos në jetën tonë gjërat të cilat janë të rëndësishme për shenjtërimin tonë. Sometimes people think they need to be a priest or a bishop or a monk or a nun when first they need to be a person. Shpeshherë njerëzit mendojnë që ata duhet të jenë një prift, ata duhet të jenë një murgesh, një murg, një klerik, në mënyrë që domethënë të jenë duke bërë diçka, që të jenë edhe në rrugën e shenjtërimit. And they feel that the desires or the hopes that they have somehow are not the will of God. Dhe tek pjesa parë është që tha, por ne harrojmë që fillimisht duhet të jemi njerëz. Sometimes we think we have to deny parts of ourselves because we think that we must be called to give them up if we are to be holy. Ndonjëherë ne mendojmë që duhet të lejmë disa pjesë të vetes, sepse ashtu po thirremi për të shenjtëruar. But we pray to a God who works always in small ways. Por ne në fakt i përkasim një Zoti i cili punon edhe në ato gjërat e vogla. It's not necessary to be a priest or a bishop or a deacon or a monk or a nun to be a saint. Nuk është e nevojshme që ne të jemi murgj, murgesha, klerik, në mënyrë që të bëhemi një ditë shenjtor. And what you have a passion for, not passion maybe in the negative sense, but a desire for, a hope for. Por ne duhet të shohim gjërat për të cilin ne kemi në pasion, jo në idenë e pasionit të mëkatit, por pasion, një thirrje, një dëshirë, një pëlqim të madh. And even this can be the will of God. Edhe kjo mund të jetë vullneti i Perëndis. I was remembering the other day the story of Shënjoan Kukuzelis. Unë po kujtoja para pak ditësh historinë e Shënjoan Kukuzelit. This man who from his early age had a gift for music. Ky njeri i cili që në moshë të vogël, që në vogëli kishe një pasion shumë të madh për muzikën, një talent të madh për muzikën. Other people recognized Dhe this. persona të tjerë mund ta vinin re këtë. So much so that he was promoted and he was brought into the imperial court. Ai shumë sa ai u promovuan, But he thought, no, this cannot be the way. This is too good. e po tha, por ai mendoi, kjo nuk mund të jetë. Përgjigja sa kupton, është shumë e mirë për të qenë e vërtet. Ndoshta kështu siç mendojmë dhe ne. Let me close my mouth Do lëni që ta mbyll gojën and flee to the monastery. dhe të shkoj në manastir. We see even this, where in the monastery he was given the obedience of taking care of the sheep and the goats out in the fields. Dhe në manastir i dhanë si detyrë që të merrej dhe të kujdesej për dhit dhe delet në manastir. And the good that God had planted in him with his voice and his ability to pray with his voice and his song. Por ky talent i cilin ja kishte falur Zoti për të lutur, por edhe për të psalur e të kënduar, Was unable to stay locked inside of him, locked inside of his idea that no, this cannot be good. nuk arriti dot që të qëndroj për shumë gjatë e mbyllur brenda vetes, edhe pse mendonte që kjo ishte shumë e mirë për të qenë e vërtet. So out in the country with the sheep and the goats, he would sing. Ndaj kur ishte nëpër livadë aty duke kullotur delet edhe dhit, ai këndonte. Where he thought no one could hear, no one could see, and that he would just keep this to himself. Aty ku mendonte që askush nuk po e shihte, askush nuk po e dinte se ai po këndonte, edhe mund ta mbante vetëm për veten e tij, aty këndonte. But God rarely lets us keep our skills to ourselves. Por Zoti shumë rrallë herë në fakt na lejon që ato talentet tona ti mbajmë vetëm për vete, kështu që dalin në dritë. And the igumen heard this voice like an angel Dhe igumeni dëgjoi këtë zërin ngjëllor, and said, "My son, why have you hidden this thing?" e tha, "Birim, pse po e mban këtë talent fshehur?" And we know the story from there. Dhe e dim historinë që përëndej pastaj. But now for many hundreds of years we look to him not just for spiritual truth, but for the truth of beauty. Por tani për qindra vitesh ne shohim atë dhe shohim të vërtetën aty tek ai dhe bukurinë e kësaj të vërtete. We cannot run from the good things that God puts into us. Ne nuk mund t'ja mbathim dot nga gjërat e mira të cilat ne e ka dhuruar Zoti. Whether great or small, they're put there by God and we cannot try to hide them. Qoftë ato të mëdha ose të vogla, ne nuk mund t'i fshehim dot ato, as nuk mund t'ja mbathim dot nga ato. So the good that you have in you, the hope that you have in you, the gifts that you have in you, these are His. Pra gjithë talentet që ne kemi, gjithë mirësia që ne kemi, të gjitha këto janë të Perëndis. And as you learn to know them yourself and grow in them yourself,
you become sanctified by offering them as a sacrifice to God and to the world. Duke kaluar koha dhe duke njohur dhe ne vetë këto talentet tona, kemi mundësinë që me kalimin e kohës pasaj të perfeksionojë dhe të marrim përfitimet e këtyre talenteve dhe të shenjtërohemi njëkohësisht. We'll give you just another example, but then I hope to hear from you about these gifts that you have. Do na japi edhe një shembull tjetër dhe pastaj do dësh shumë që të dëgjoj nga ju dhe nga gjithë ne, gjithë ato talentet që ne mund të kemi. In 2 months, I will go to Alaska, very far away from where I live. Për 2 muaj do të shkoj në Alaska, që është shumë larg nga aty ku Hirësia jeton tani. Very high in the north where it is cold and windy and a lot of snow. Në veri është shumë ftohtë, ka shumë borë, normalisht ka shumë erë të forta. In this place is the first place that Orthodoxy came to America. Në këtë vend fakt është vendi I parë në Amerikë ku erdhi ortodoksia në fakt. And the people who have kept it holy and burning despite the struggle with Protestantism in different countries, the people who have kept it holy are the native people in Alaska. Persona në fakt të cilët e kanë mbajtur gjallë, të cilët e kanë mbajtur, domethënë të e kanë vazhduar dhe kanë mbajtur këtë vazhdimsinë pavarësisht gjithë trysnisë dhe gjithë presionit nga protestantët dhe katolikët normalisht, kanë qenë në fakt vendasit. Në idenë amerikanët vendasë, jo. And I'm going with 2 airplanes, 1 small airplane, a boat and walking. Dhe Hirësia do shkoj atje me 2 aeroplana, do shkoj me aeroplan, me anije dhe pastaj do eci. Sepse fshati atje është shumë e larg. But I am going with the other bishops because that day we are making a new saint. Por unë do shkoj me episkopët të tjerë, pasi atë ditë ne do emërojmë një shenjtor të ri. And she was a priftresha. Dhe ajo ka qenë një priftëresh. She did in her life nothing grand. Ajo nuk bërë ndonjë gjë shumë të madhe në jetën e saj. She lived humbly. Ajo bërë një jetë të përulur. In her village, she is the one who helped to deliver the babies. Tek fshati I saj ajo ishte mami dhe ndihmonte nënat që të lindnin fëmijët e tyre. There was no gunshot in her life except for the hunting of animals needed to survive. Nuk pati ndonjë të shtën arme përveç se të shtonat që mund të përdoreshin për të vrarë normalisht kafshët. Last week when I was speaking to the bishop there in Alaska, Javën e fundit kur unë po flisja me episkopin apo jo, episkopin e zonës së Alaskës, I said, well, what do the people say of this woman, Priftëresha Olga? po e pyeta çfarë mendojnë dhe çfarë thonë njerëzit për priftëreshën Olgën. And he said, they say only normal things. Dhe ai më tha, ata më thonë gjëra normale, That she was a good mother, që ishte një mama shumë e mirë, that she was generous, që ishte bujare, that they never heard her raise her voice or speak in anger. që nuk e dëgjuan njëherë ta ngrinte zërin apo të fliste me inat. All of these things seem to us so common, Të gjitha këto në fakt na duken shumë të zakonshme. but the people there, they have since her death venerated the place where she lays. Po në fakt njerëzit në ato zona e kanë nderuar vendin ku ajo, domethënë, ka jetuar. Because for the God who created all to be good, Sepse për Zotin I cili ka krijuar që çdo gjë të jetë e mirë, the common and the normal is good, kjo normalja dhe e përditshme është gjithashtu shumë e mirë and it is holy, dhe është e shenjtë. and so can we be. Dhe kështu mund të jemi dhe ne. So now you have heard me speak, Tani ju më keni dëgjuar mua që po flas, and I'm happy to answer any questions that you have about the martyr whose video we just watched, or about the work that I do, or life in America, but most especially the questions you have and the good things that you have and the hopes that you have. Ndaj tani të gjithë mund të pyesni për gjëra që ju interesojnë, ndoshta rreth videos, rreth pjesës së martirëve, ndoshta rreth jetës së hirësisë ose rreth punëve të tjera, por do të kisha shumë qejf që ju të flisni pak për talentet tuaja dhe si I përdorni, do të kisha shumë qejf si atë dëgjonte pak rreth tyre. Now we see who is brave. Tani do shohim se kush është I guximshëm. I have a question. Yes. I'll repeat it in Albanian afterwards. Do you have the same situation or some kind of thing like the history of Father Alexander Lipa in America? Dhe më thënë e pyta hirësinë e tij, dhe më thënë, Nikodimi, në qoftë se kanë edhe atje në Amerikë në një histori të ngjashme me këtë që ne pamë këtu.
historinë e atë Aleksandër Gripës. In America, we are fortunate, and I would say sometimes even spoiled. Në Amerikë në pak ne jemi shumë fatlum dhe do të thoja pak të përkëndelur. The wars that seize the rest of the world because we are separated by oceans rarely reach us. Të gjithë këto luftrat që i shohim në vende të ndryshme, rrallë herë arrin deri tek ne për shkak edhe të pozicionit gjeografik. And from the beginning, the United States has been founded with this idea of having free religion. Dhe që në fillimet e saj, Amerika është krijuar me këtë idenë e të pasurit lirinë e besimit. Or at least speaking like we have free religion. Ose të paktën themi që kemi këtë lirinë e besimit. So we do not have the martyrs through violence in America, Ndaj nuk kemi martirizime të dhunshme në Amerikë, but we have many in America, Russians, Romanians, Albanians, Bulgarians, who served in America and died here in communist times. por ne kemi shumë persona të përkatësive të ndryshme, qoftë ata shqiptar, rumun, rus e të tjerë, të cilët kanë jetuar në Amerikë dhe pastaj janë kthyer dhe janë martirizuar në vende të tjera. Father Gregory gave us an example. And the first martyr of the Russian Revolution Dhe martiri I parë I revolucionit rus was a missionary in America ishte një misioner në Amerikë, who went to see his family again I cili shkoi u kthye për të takuar familjen e tij. and never came back. Dhe pastaj nuk u kthye më kurrë. So we do not have them close to us by geography, Ndaj nuk I kemi afër nga aspekti gjeografik, but maybe by spirit. por ndoshta shpirtërisht po. For my people in my diocese, Tani po flet domethënë për rastin e diocezës së Hirësisë. they had family here in America. In Albania, excuse me. Ata kanë familjet e tyre këtu në Shqipëri. And many of the families at the war and at the communism after just cut, broken, unable to be in touch with each other. Ndaj ata patën fakt fatin e keq që normalisht pas regjimit dhe gjatë regjimit komunist I ndërprerën komplet marrëdhëniet me familjarët e tyre. Sometimes they knew a little bit of what happened here. Ndonjëherë ata mund të dinë pak se ç'po ndodhte në Shqipëri. Most of the time they did not. Në shumicën e kohës ama nuk dinë asgjë. So now it is important for us all to know the truth, Ndaj për ne tani është shumë e rëndësishme që ne ta dimë të vërtetën, because the scriptures assure us that this sets us free. sepse neve Ungjilli na siguron që kjo do të na çlirojë. We have heroes of other kinds who are missionaries, who are monks, who are bishops, but not so many martyrs in America. Ne kemi raste të tjera në fakt, kemi raste murgjish, raste klerikësh të ndryshëm, por jo domethënë martirësh siç kishim ne këtu. John here has a question. Sipas mendimit tuaj, ne si kish Sirni dhe si kish ortodokse shqiptare dhe ju në Amerikë, si mund ta çojmë më shumë zërin në lidhje me gjërat që më ndodhin në persekutimin në Siri? So he was asking us here, like the youth, or even as a church, but even the church in America, how can we raise our voice more for the persecution of Christians in Syria? This is something that I struggle with. Kjo është diçka me cilën Hirësia ka dhe vetë problem, domethënë, dhe e gjen sfiduese. Because it is not just Christians in Syria, Sepse nuk është vetëm persekutimi I krishterëve, but also in Gaza. por është edhe në Gaza. Also, all of those Christians who are suffering in Ukraine and in Russia. Por gjithashtu edhe të gjithë krishterët të cilët po vuajnë në Ukrainë dhe në Rusi. We know that the people who live on the border don't choose to start wars, Sepse dim që njerëzit që jetojnë në kufi nuk është se vendosin që të fillojnë luftra but they normalisht. suffer regardless. Por ata I vuajnë pasojat, pavarësisht ç'i shkojnë. One of the most difficult things that I have ever had to learn Një nga gjërat më të vështira të cilën mua më është dashur ta mësoj, is that ultimately I am helpless. është se në fund fare ne nuk mund të bëjmë ndonjë gjë. Domethënë, kemi diçka në dorë. We can raise our voice, Ne mund të ta ngrejmë zërin ton, we can cast our ballot, make our ne mund vote. të votojmë, domethënë të vendosim votën tonë, të hedhim votën tonë. We can try to bring attention where it is needed. Ne mund të mundohemi që ta drejtojmë vëmendjen tonë dhe të tjerëve aty ku duhet, But the innocent have and always will suffer. por fatkeqësisht të pafajshmit kanë vuajtur dhe do të vuajnë. And our martyrdom is not to look away.
Our martyrdom Okay, our. is not to look away or suffering, Martirizimi janë, domethënë është që të mos shohim larg, mos shohim domethënë and to know that we can do very little. dhe që ta kuptojmë por edhe ta pranojmë ne mund të bëjmë shumë pak. I would like to ask you, Eminence, more about how we can use the gifts that God has given us to help others, but even in the church, because sometimes we might think, oh, these skills are not really needed in the church. E pyeta të më thënë se si ne mund të përdorim këto talentet e aftësitë tona për ndihmuar, po vetëm tek njerëzit, po edhe në kishë. Ndonjëherë ne mund të mendojmë, po ky talenti im s'është se mund të ndihmoj shumë kishë. Let me speak very honestly about life in America and some of the things that you need to think about perhaps here. Por dua të flas në mënyrë sa më të sinqertë për jetën në Amerikë dhe mënyrën se si mund të jetojmë ne këtu. In America, the people must be involved in the church. Në Amerikë njerëzit duhet të jenë përfshirë në kishë. There is no other way. Nuk ka një mënyrë tjetër. Because we are churches from immigrant peoples, Sepse ne jemi kisha nga komunitete emigrantësh, and because in America religious freedom means that we have to be responsible always, there is no support from somewhere else. dhe kjo liria e besimit në Amerikë kuptohet më shumë në idenë që ne jemi të përgjegjshëm gjatë gjithë kohës për këtë besimin ton dhe nuk ka një ndihmë nga diku tjetër. Many people come to church for Pashka and Krishtlindje, Shumë njerëz vinë në kishë për Pashkë dhe Krishtlindje, but Sunday by Sunday, who is there? por të diel pas të diele kush është aty në liturgji? And who pays for the church in America? Dhe kush paguan për kishën It në is the Amerikë për people. shembull? It is Njerëzit. always the people. Është gjithmonë njerëzit. And who serves in the altar with the priest? Dhe kush shërben brenda në jarore me përftërinë? The people. Sërish And who njerëzit. sings in the choir? Dhe kush psal në psaltir? And who conducts the choir? Dhe kush e përbën psaltirin? And who is the treasurer for the church? Dhe kush është thesari i kishës? And who is the secretary for the Dhe church? kush është sekretari ose sekretarja e kishës? And who is on the keshila for the church? Dhe kush është në këshillin e kishës? Always the people. Janë gjithmonë njerëzit. The person, for most churches, the person, only one has the seminary, the theological academy. Përgjithsisht, domethënë vetëm një person ka mbaruar atë seminarin ose akademinë teologjike. But everyone gives what they can. Por secili mundohet të japi nga pak në gjërat që mundet normalisht. For some, this is money. Për disa janë lekët, For everyone, I hope it is time. për të gjithë shpresoj që është koha. Maybe our structure in America is different than here in Albania. Ndoshta struktura jonë në fakt në Amerikë është pak më ndryshe nga ajo në Shqipëri, But I believe that the talents and the gifts that you have can find a home here. por besoj që të gjithë aftësitë tuaja dhe talentet tuaja mund të gjejnë një vend në kishë. And I will also say, again, maybe I will get in trouble. Dhe do e them sërish, e përsëris, ndoshta futem në telashe për këtë gjë. The church is not the only place to do good. Kisha nuk është vendi i vetëm ku ju mund të bëni mirë. If you work a job, be honest in it. Nëse punon, bën një punë, i sinqert tek ajo punë. Be faithful in it. I besueshëm tek ajo punë. Every work of your hand can be a work of virtue. Çdo punë e bërë nga duart tona mund të jetë një punë e bërë për mirë. In the church or out of the church, Brenda ose jashtë kishe. it can be an act of obedience and sacrifice and love. Mund të jetë një sjellje që tregon se sa të tregon bindjen ton, edhe gjithashtu obedience and Sacrifice. sacrifice and love. dhe sakrificën për dashurinë tonë për Perëndin. And we know this must be the case because we see the example of the terrible oppression and the hard times of communism. Ne besojmë që domethënë ky është rasti se mund të shohim dhe pafund rastet në komunizëm të cilët u shtypën dhe u përsekutuan. Good was not absent in Albania. Mirësia nuk ka munguar ndonjëherë në Shqipëri. The work of God was not absent in Albania. Puna e Zotit nuk ka munguar ndonjëherë në Shqipëri. Only the readiness for us to recognize it for what it was. Por vetëm kjo përqasja jonë dhe fakti që ne nuk kemi qenë gati për ta përqafuar këtë gjë në Shqipëri. We are all called to holy lives in the church or out of the church. Të gjithë ne jemi të thirrur në shenjtërim, brenda ose jashtë kishës. And there was no church in the Garden of Eden Dhe nuk ka pasur kish në kopshtin e Edenit, because everyone knew that the face of God was always there. sepse të gjithë e dinin që fytyra dhe prezenca e Perëndis ishin gjithmonë aty. And we must live the same way. Dhe ne duhet të jetojmë në të njëjtën mënyrë. Ashtu siç në vendet edhe në Ungjil, Muhameti që
Krishti dërgoi apostujt vetëm për të kryer vepra të mira, ata kur u kthyen thanë se nuk mundën që të realizonin ato. It's just saying, just like in the Gospels, we see that Jesus sent his apostles to do good, and then when they returned, they were saying that sometimes they weren't able to do so. Kështu që edhe ne sado që jemi besimtar, vim në kish, bëjmë lutjet tona, besojmë te Krishti, ekziston gjithmonë ajo frika e cila na lokon besimin tonë, dhe do të gjithsesi mund ta forcojmë me ato. It's just saying, even for us now, we pray, we come to church, and we try to do good, but it's always that fear that maybe we're not doing enough, or like there is some fear that's hindering us, and she wants to know how we can strengthen our faith and lessen this fear. One of the sayings that I take the most comfort in is from Saint Anthony. Një nga shenjtorët të cilët unë gjej më shumë si thua përkraje dhe strehim është Shën Andoni. He is the father of all monks and nuns. Ai quhet si babai I të gjithë murgjeve dhe murgeshave. And when we read his life, we hear that the demons hated him. Dhe kur lexojmë jetën e tij, mund të shohim se sa shumë e urrenin demonët atë. But he was brave enough to say something important Por ai ishte I guximshëm, mjaftueshëm që të thoshte diçka shumë të rëndësishme, because it's in the scriptures. sepse është realisht në Ungjil. He said, I no longer fear God, Dhe ai tha, unë nuk kam më frikë nga Zoti, but I love him. por unë e dua atë. And perfect love casts out all fear. Dhe dashuria perfekte e largon të gjitha frikët, I largon. I do not think that fear or shame should be a part of our life as Christian people. Unë nuk besoj se frika dhe turpi duhet të jenë pjesë e jetës sonë si të krishterë. We feel these things, yes, Ne I ndjejmë këto gjëra, po, but our God is the God who calls us to love. por Zoti ynë është Perëndia I cili na thret në dashuri. Often our fear and our shame are expressions of our ego. Shpeshherë kjo frika jon ose ky turpi jon janë në fakt pasqyrimi I egos tonë. But we earn nothing in this life with God. Por ne nuk kemi asgjë në këtë jetë pa Zotin. We can achieve nothing in this Ne life. nuk mund të përfitojmë asgjë në këtë jetë pa Perëndin. If he does not give us salvation, Nëse ai nuk na jep shpëtimin, it's not ours. nuk është në jona. So it is hard to live this way because we want always to prove ourselves in front of the Almighty. Dhe është shumë e vështirë të jetojmë në këtë mënyrë, sepse ne duam gjatë gjithë kohës që të tregojmë veten tek Perëndia, të tregojmë se sa të aftë jemi vetë. Many of you have small brothers and sisters, or you take care of children. Shumë për jush besoj që keni motra dhe vëllezër më të vegjël të cilët ju duhet kujdeseni. Do you make them fight to earn your care? A I bëni ata që të luftojnë, që të marrin dhe të përfitojnë dashurinë tuaj dhe kujdesin tuaj? Isn't your heart open to them already? A nuk është zemra juaj e hapur për ta pa bërë ata asgjë? And isn't God better than us? Dhe a nuk është Zoti më I mirë se ne? Të qenë se ju është si dhe atë shpirtëror. As your highness, like you are also Sa a spiritual father and a për një confessor. të rit këtë një atë shpirtëror murg. How much would you recommend for a young person to have a confessor or like a spiritual father that is actually a monk? In America, this is not so common. Në Amerikë nuk është aq e shpeshtë. You know, in my diocese, Në diocesën e Hersis, we have a mixture of the Byzantine and the Slavic tradition. ne kemi një mix të traditës bizantine me atë slave. This is from the time of Fanoli. Kjo është që në kohën e Imzot Fanolit. Whether it's the way that we serve or the music that we sing, Qoftë nga mënyra se si ne adhurojmë, që në muzika të cilën ne këndojmë, we have the freedom to draw to what is in service to the people. ne përgjithsisht kemi këtë lirinë ku mund të zgjedhim çfarë është më e mirë për njerëzit. It is the practice in the Russian church that every priest hears confessions. Është një traditë në kishën ruse ku çdo prift mund të jetë të rrëfyes, mund të shkojmë vetë rrëfen atë shpirtëror po. I don't say that this is better, Nuk do të thojë që kjo është më e mirë, but I confess to you today, po më po ju rrëfej juve këtu sot. sometimes people come to me for confession and I am a monk and they are struggling with the wife or the husband or the child. Ndonjëherë ata vinë dhe rrëfen tek unë dhe unë jam një murg thotë edhe ideja është ata vinë dhe më rrëfejnë për problemet me bashortin, me fëmijët. Or I am with a couple and they are getting ready for the wedding. Ose kam për shumë një çift të cilët po përgatiten për martesën. And it's my job to speak to them about how to be together forever with God.
Dhe është detyra ime që unë të flas dhe të mësoj ata se si të jem bashk dhe të jenë bashkë edhe me Zotin përgjithmonë. Who am I? Edhe kush jam unë? But they forgive me, Por ata më falin and I hope that I pray I lead them to good things. dhe lutem dhe dua shumë që ti drejtoj dhe ti çoj në rrugën e dur dhe në gjëra të mira. There's no holiness in monasticism Nuk është se ka shenjtëri në murgjëri, that is not also in the married life. që nuk është gjithashtu edhe në jetën bashkëtorë. One is not higher than the other. Njëri nuk është më lart se tjetri. They are different, Janë të ndryshme, but they are all committed to grace and obedience and sacrifice. por të dyja kanë vendosur që të ndjekin Zotin, të ndjekin dhe të kenë sakrifica dhe të janë përkushtuar në dashuri dhe gjithashtu edhe në dëgjimin, të dëgjojnë vullnetin e Perëndisë. Në këtë se s'po mbien të fjalë. I see my priests, and when I am tired from the service, I go home and rest. Unë të për thërin, dhe më thënë e tjerë, po unë kur lodhem, mbaroj liturgjin, dhe më thënë mund të shkoj në shtëpi dhe të shplodhem. When they are tired, they go home to take care of the wife and the children. Kur ata, dhe më thënë, mbaron liturgjia dhe pse janë të lodhur, shkojnë në shtëpi, do kujdesen për familjen, bashortën, fëmijët. I wear a hat, but the hat is not holiness. Unë vendos një kapele, thot, po kjo kapelja nuk tregon shenjtëri. Their generosity is more holiness than mine. Bujaria e tyre është më e shenjtë se sa e ime. But here in Albania, I know things are different. Po këtu në Shqipëri e di që gjërat janë ndryshe. For the ones who the bishop has blessed as archpietror, Për ata të cilët bishkopi ka bekuar si etër shpirtëror, go and listen and learn. shko, dëgjoj dhe mëso. God works grace even through the hands of sinners, Zoti në fakt bën mrekullira edhe në duart e mëkatarëve. and I am proof. Dhe unë thot jam një shembull. Thank you so much, Your Thank you. Eminence, and Thank it you. was a great blessing to have you here It's a in blessing to Albania. be here.